Top Albania Radio at the movies. Ashtu siç lajmëruam në nisje të programit, do të flasim tani për një festival filmi i cili ka vetëm pak ditë që ka filluar dhe vijon ende. Në fakt më pëlqeu shumë titulli ose i gjithë emërtimi i projektit Nightflix Film Festival. Dhe për të folur më shumë detaj dhe për të na zbuluar se çfarë po ndodh, kemi Romina Rudën në studio. Romina, përshëndetje. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdha. Kënaqësi që të kemi. Pyetja ime e parë nga emri, më falni se jam kështu excited kur bëhet fjalë për gjëra të reja. Netflix, ideja jote? Jo. Jo ideja jote, si titull, vetëm si emër them. Titulli jo, madje ka qenë një titull që unë nuk më ka pëlqyer fare në fillim. Netflix ka lindur gjatë një bisede me Sonila Abdallin, e The Steel Creative Hub, pasi unë flisja shumë për filma dhe thoshte po ku i shef këto filma. Dhe po në fakt premierat janë një çik të limituara, vetëm për njerëz të industrisë, ata të cilët e marrin vesh, sidomos nëse janë filma shqiptar jo komercial, është e vështirë që t'i gjesh, është e vështirë të qëndrojnë gjatë në një kinema, për sa kohë nuk kemi një kinema publike etj. Dhe ajo që thot, po pse nuk i shfaqin ca filma këtu? Uaj, tha shumë mirë, hajde bëjmë një projekt edhe. Kthev nesër dhe thot, ja gjetëm emrin Netflix. Dhe thot, no, si Netflix, si streaming, no, nuk më pëlqen fare, po hajde varja. Le ta bëjmë sketchet të ngel në mendje. Ne na pëlqeu të dyve. Pikërisht është kjo që Romina thot, pra të ngel në mendje direkt, ka atë ngjashmërinë me Netflix, por nuk e di kjo të vjen si më ëmbël, pra domethënë ti sikur e parashikon veten që do të shkosh në një mbrëmje të shikosh një film e tjerë. Ne po flasim që këto filma po jepen dhe janë dhënë fakt që në nisje të festivalit te Kinema Agimi apo jo? Po. Bashkëpunimin e kemi me Kinema Agimin. Netflix është një festival i cili realizohet me zero fonde, as fonde publike, as fonde private, është thjesht një grupim i disa njerëzve, miqve të mi, të cilët të gjithë dashurojmë shumë filmin, e dashurojmë shumë kinema shqiptare dhe besojmë tek potenciali i kinemas që flet shqip. Kur them kinema shqiptare, nuk kuptoj kinema në Shqipërisë dhe të Kosovës. Kështu që Kinema Agimi, të cilët i falenderoj vërtet shumë, na mundsuan hapësirën sigurisht pa pagesë për gjatë këtyre 4 ditëve, nga data 21 deri në datën 24 maj. Pse erdhi? Po. Jo, më ngacmove pak me këtë që the, pse mendon se vjen prej nga ku buron ky mos interesim i audiencës shqiptare për të parë filma, qoftë diçka që mua më intrigoi duke parë atë programin tuaj janë këto filmat e shkurtër, që janë aq interesant se ti e merr atë mesazhin si llokum, themun, të jepet direkt të serviret dhe për një 15 minuta, 20 minuta ti ke marrë diçka me shumë thel prej saj. Pse ndodh kjo? Dhe a ishte kjo ajo që ty t'i inspiroi që të realizoje Netflix? Në rast parë është ajo që thash pak më përpara. Mendoj vërtet që premierat e filmave, këtu po flas për filmat e metrazhit gjatë, janë pak të limituara kur bëhet fjalë për filmat e autor. Nga ana tjetër filmat e shkurtër siç kanë jetën, siç kanë emrin ashtu edhe kanë jetën, zgjasin pak, zakonisht bëhen më shumë për të evidentuar një talent të ri për të shkuar në festivale dhe i bëhet pjesë e programeve të festivaleve, nuk është se kinemat zakonisht faqin programe me filma të shkurtër. Ajo çka unë personalisht mendoj, por kjo është gjithsesi mendimi im personal, është që ka një mungesë besimi në filmat shqiptar autor të viteve të fundit, si filmat të cilët më shumë bëhen për një audiencë jashtë, për të shkuar në festivale filmi dhe regjizori, producentit marrin një farë njohurie dhe vlerësimi në festivalet jashtë, sesa filma që i flasin audiencës lokale, pra filma që i flasin realitetit ton. Dhe unë mendoj që kjo duket akoma më së qarti në faktin që shumë filma të cilët e kanë labelin, e kanë etiketën si komercial, në fakt kanë shumë sukses, sepse për mirë ose për keq i flasin për ditëshmërisë së audiencës. Por nuk mendoj që kjo është kaq mutually exclusive, janë vetëm këto dy realitete. Mendoj që ka shumë filma të cilët notojnë nëpër këto ujëra, pra i flasin realitetit, të tregojnë një aspekt, një këndvështrim artistik të asaj çka po ndodh. Janë të relatueshëm, ka dhe filma të cilët bëjnë për të qeshur, të cilët janë vërtet filma të mirë artistik, nuk ka nevojë që të jenë vetëm le të themi trash, të cilët unë i kam parë, i dashuroj pafund, i vlerësoj aktrisët dhe doja që të shfaqeshin gjatë Netflix. Unë doja të rikthesha edhe një herë tek arsyeja pse lindi nevoja dhe si erdhi ideja e Netflix. Pra kujt i drejtohet kjo ftesë, kjo thirrje? Çfarë synojmë të bëjmë, po themi, me këtë festival? Pra t'i afrojmë ndoshta, nuk e di, të rinjt apo të përçojmë ndoshta edhe një lloj tematike të re, filmin ndryshe nga komercialiteti i tepërt që mbase na rrethon gjithandej. Në rast të parë është për të evidentuar dhe për të promovuar talentet e reja lokale që kemi si në Shqipëri dhe në Kosovë. Netflixi në formatin e tij origjinal, të cilën ne nuk patëm mundësi ta zhvillonim plotësisht për shkak të mungesës fondeve
ka një këndvështrim shumë të rëndësishëm tek diskutimi mbi filmat dhe nxitja e mendimit kritik në mënyrën se si ne i shohim dhe i lexojmë filmat, jo thjesht për të parë sa bukur, sa keq, kjo historia, por edhe për të kuptuar pak gjuhën autoriale, për që pak më kritik filmin. Ne në Shqipëri na mungon shumë kritika e filmit, dhe kjo ishte një mënyrë që audienca në përgjithësi të shohi kineman me një sy pak më të zhvilluar, le të themi, pak më të artikuluar dhe më interaktive. Këto kanë qenë, le të themi, arsyet kryesore sepse Netflix është realizuar në gjenezën e tij, pra si një vend ku është i hapur, është pa pagesë. Netflix ka qenë një punë vullnetare që un kam bërë për 2 vite, pra i njihja regjizor si isha pjesë e festivaleve, punoja në festivale, kështu që kisha mundësinë dhe kisha aksesin, kështu që këtë akses e bëra të mundshëm për të gjithë personat të cilët word of mouth, duke folur me njëri tjetrin, na ndiqnin në Instagram apo ndiqnin mua në Instagram dhe zbuluan rreth projektit. Kështu që kemi nisur me 10 veta e kemi mbyllur me 100 për screening. Dhe ka patur impakt goxha, duhet thënë, në rrjetet sociale, se përpara se ta bënim këtë bisedë, domethënë të paktën si term Netflix më është shfaqur në shumë rrjete sociale, kam parë në Instagram, në TikTok. Jo, absolutisht përkundrazi. Dhe si një dëgjues i thjesht që do isha në makinë apo kudo tjetër, është e rëndësishme të theksojmë që kushdo mund vi për të parë një film, dhe këtu doja të ndalesha pak tek programi, ndoshta për ta ditur se kur do shfaqen filmat, në çfarë orash njerëzit mund të vinë për të parë një film që ata do duan të shikojnë. Atëherë ne i qëndruam shumë besnik termit Nightflix, kështu që përgjatë 3 ditëve të para festivalit shfaqjet fillojnë në orën 5 të pasdites, ndërsa ditën e shtunë kemi patur mundësinë i lam vetes lirin që të kemi edhe ca Dayflix, nëse mund të tilla, pasi do të kemi një program tani bari, do të rishfaqen filma të shkurtër dhe mandej do të kemi Legjendën e Basunit, e cila do të shfaqet dhe ne kemi madje të ftuar Ramosin për të bërë një diskutim në kinema bashkë me neve, dhe më pas do të kemi dhe filmin përmbyllës të festivalit, i cili është The Land Within, që është premier absolute në Shqipëri, është hera parë që filmi shfaqet këtu, të Fisnik Maxwell, dhe pas filmit do të kemi Floris Begorin, i cili do jetë i pranishëm aktori kryesor i filmit, bashkë me Luana Bajrami, po Luana është në Francë, besoj, kështu që nuk e marrim dot. Edhe pas që ka dhe live Q&A, pra pyetje, after parties, performanca surprizë, na jep dhe një sneak peek të këtyre. Atëherë ditën e parë, në fakt, duke qenë se ne nuk kishim buxhet, thamë okay, çfarë mund të bëjmë që të kemi dhe fest, por edhe të kompensojmë faktin që ne nuk e kemi mundësinë për qeras njerëzit, si me thonë. Na kanë ardhur miq që nuk i qerasin dot sot. Kështu që vendosëm që të bëjmë një music video party. Kemi shfaqur videoklipet muzikore të cilat janë realizuar nga regjizor të rinj shqiptar, që nga Donald Bravo, Leart Rama, Vasian Katro që ka bërë videoklipin Loti të Elvanës. Pra kishim një program goxha të gjerë me videoklipe shqiptare që besoj ishte goxha interesant. Edhe tash jeni në kinema një videoklip dhe fillon dhe është edhe me një sy tjetër, se kur e shet ndoshta në celular dhe në televizor, thua, sa bukur, okay, ngjyrat e gjitha, pa ti fillon. Po ky pas ka patur një mendim. Është më filmik aty, ëh? Është më kinematografike kjo gjë. Kështu që nuk është vetëm një festival, do ta quaj unë, është një experience bashkë me gjithë aktivitetet edhe po themi ngjarjet që ndodhin aty, sidomos për ne që e kemi pak qejf filmin ose ata që janë të apasionuar. Vazhdon sot, vazhdon nesër. Po, sot nesër keni në program edhe ditën në fakt, përveç se gjatë këtyre natën që ka qenë, kështu që në kaq pak kohë Romina besoj që e përcollën mesazhin dhe shpresojmë që të bashkohen sa më shumë, se një komunitet sa më i madh i të apasionuarve pas filmit, aq më mirë i bën artit e të gjithëve ne. Faleminderit edhe suksese të mëtejshme në eventet e tjera, besoj që do kemi në të ardhmen. Po, patjetër, unë gjithmonë ju bezdisari që kam e vende. As pak, tek ne jemi mirëpritur gjithmonë. Edhe suksese. Mirë, shkëputemi për pak dhe rikthehemi për t'u përshëndetur me ju. Kemi mbritur në fund të At the Movies për këtë javë. Së bashku do dëgjojmë të premten tjetër. Nëse ende nuk keni ndarë se çfarë do bëni përgjatë këtyre 2 ditëve, Lilo dhe Stitch është filmi perfekt. Është ai momenti që dua t'i them audiencës ton, grab your kids, like kapini kalamajt tuaj, shkoni për në Cineplex dhe shikoni. Grabitini kalamajt. Grabitini fëmijët, po, me vërtet. Dhe jo vetëm Lilo dhe Stitch, kam dëgjuar që Mission Impossible The Final Reckoning po bën namin gjithashtu dhe shumë kritika pozitive për të. Dhe një program shumë i ngjeshur në Cineplex, të cilin e gjeni gjatë gjithë ditës. Faleminderit që qëndruat me ne për gjatë këtyre minutave, dhjoni të shikoni filma të mirë, të dëgjoni muzikë të mirë dhe të qëndroni me Top Albania Radio. Miru dëgjofshim.